roli konkret do të kenë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës në këtë mision ndërkombëtar dhe çfarë do të thotë që FSK-ja të jetë pjesë e kësaj force stabilizuese në rimëkëmbjen e Gazës? Po, s'po përndoj me ju një informacion më themi më shumë kronologjik. Ne kemi pranuar gjatë muaj dhjetor vitit të kaluar një letër nga Fonda Qendrore e Ushtrisë Amerikane, përmes së cilës jemi ftuar për të marrë pjesë e forcës stabilizuese. Me datën 11, unë kam dërguar një rekomandim te kryeministri Kurti, i cili në të njëjtën ditë ka aprovuar që ne të jemi pjesë e konferencës ku është krijuar, ku është formuar me forca stabilizuese për Gaza, dhe prej asaj ku kemi marrë shumë hopa në mënyrë që të mund të themi bëjmë përgatitjet e nevojshme për zbarkimin e ushtrisë sonë si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta të forcës stabilizuese në Gaza. Për Kosovën ka rëndësi të veçantë pjesëmarrja jonë në atë mision, mund të themi paqërojtës në Gaza, për faktin që është misioni i parë ku Kosova merr pjesë e që është i mandatuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Pra, formimi i forcës stabilizuese në Gaza është bërë me një mandat të nëntorit të vitit të kaluar, i cili është lëshuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, dhe ne duke mos qenë ende pjesë e OKB-s, po në anën tjetër duke marrë pjesë në përpjekjet e OKB-s për paqe dhe stabilitet, në një farë forme indirekt jemi duke bashkëvepruar me OKB-n për paqen dhe stabilitetin. Pra, ka rëndësi të jashtëzakonshme strategjike, krahas asaj rëndësisë normal humanitare që vendi ynë nga një importues i sigurisë dhe mbështetjes humanitare po shndrohet gradualisht në eksportues të sigurisë, por edhe eksportues mund të themi për paqe dhe stabilitet. Në këtë aspekt ne kemi marrë hopa konkret, kemi diskutuar në detaje, më saktësisht komandanti i ushtrisë së Kosovës, General Jashari, ka zhvilluar takime koordinuese me komandantin e forcës stabilizuese në Gaza, por edhe me aktorë të tjerë të përfshirë në këto përgatitje, në mënyrë që të dërgojmë një trup, mund të themi një kontingjent të kombinuar, ku do të përfshihet pra deminimi dhe EOD-ja, po gjithashtu edhe element nga operacionet speciale dhe oficer planifikues, cilë do të jenë pjesë e forcës stabilizuese në Gaza. Me datën 3 mars, unë kam dërguar nga Ministria e Mbrojtjes në Qeverinë e Republikës së Kosovës rekomandimin, pra propozimin, që të bëhet vendimi politik, se deri më tani kemi pas vullnet politik, kurse tash jemi duke u futur në fazën e vendimit politik, pra në Qeverinë e Kosovës aktualisht është i gatshëm, mund të themi, vendimi për dërgimin e forcës së sigurisë në Gaza. Ky vendim normalisht do të aprovohet brenda qeverisë në mbledhjen e saj të rregullt. Mirë po, çka po na pengon aktualisht është fakti që nuk e kemi funksional Kuvendin e Republikës së Kosovës. Po dihet që me një dekret është përbërë Kuvendi dhe ai dekret është dërguar pastaj në kushtetuese. Fakti që nuk e kemi një kuvend të konsoliduar, po na e pamundson vazhdimin e procesit, sepse vendimi i qeverisë normalisht dërga Kuvendin e Kosovës për të mund të themi aprovuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës, në mënyrë që të kemi pastaj autorizimin nga presidenti apo Zoti Ministër, në lindjen e mesme. Po, sa është numri ushtarëve që do të dërgohen në këtë forcë shumëkombëshe dhe si do të ndikojë kjo në transformimin dhe në ndërkombëtarizimin e ushtrisë së Kosovës? Ne aktualisht jemi duke diskutuar për 10 pjesëtarë që do të dërgohen në këtë kontingjentin e parë. Është gjatë analizave që pas dislokimit ne mund të rrisim apo zvoglojmë numrin varësisht nevojave që do dalin atje. Mirë po deri më tani jemi dakorduar pra për fjalë për 10 pjesëtarë të FSK-s që do dërgohen si pjesë e këtij misioni. Por ne përveç asaj që theksova më herët, ne kemi një fitore strategjike me faktin që po marrim pjesë
në një mision të mandatuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, po bëhemi edhe vend që ofrojmë siguri dhe mundësi humanitare për zonat e prekura në lindjen e mesme, por edhe si forcë e sigurisë do të kemi mundësi që të fitojmë, mund të themi, ekspertizë nga misionet të tilla, sepse në tani ne kemi marrë pjesë në disa misione, mirë po ky mision po veçantitë e tij, dhe ne do të jemi e këtij misioni që nga faza e themelimit dhe organizimit të misionit. Pra, përveç që jemi pjesë e misionit, jemi edhe pjesë në forcës stabilizuese për dalta. Por, duke qenë se situata e sigurisë në rajon është e ndjeshme, a rrezikon rreziku shqetësimi se angazhimi i forcave të sigurisë së Kosovës jashtë vendit të mund të ndikojë në kapacitetet e brendshme në Kosovë? Ne edhe aktualisht kur po flasim, kemi njësi që janë të dislokuara jashtë vendit, kemi një kontingjent në Mbretërinë e Bashkuar që po zhvillon trajnime taktike ushtarake për forcat e OKR-të e Ukrainës. Ne kemi marrë pjesë në të kaluarën në misione të tilla, normalisht që kur bëjmë dizajnimin e forcës që dërgojmë jashtë vendit, ne gjithmonë marrim parasysh dhe nevojën që e kemi për brenda vendit, pra për çështjen e sigurisë dhe stabilitetit edhe në region, por parasgjithësh për mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës. Ne i ka edhe këtë aspekt dhe kemi vlerësuar që me të numër që mjes në operacione të jashtë Kosovës, duke afektojmë operacionalitetin e forcës së sigurisë së Kosovës brenda vendit.